Përshëndetje, gjendemi në vendvotimin 1002. Vendvotimi është hapur në ora 7 të mëngjesit, ashtu siç është e përshkruar me ligjin, dhe vendotim ka filluar domethënë votimet shumë rregull, sikur edhe para 2 javëve, edhe sot qytetarët vinë votojnë, e shprehen lirshëm vendimin e tyre për të votuar, dhe nuk ka pasur asnjë incident deri më tani. Janë të regjistruar 453 qytetarë me drejt vote, prej tyre kanë votuar deri më tani 113, që i vjen në 25%. Shpresojmë që deri në ora 19 do të vinë edhe qytetarë tjerë që do të shprehin mendimin e tyre lidhur me votimet. Incidente nuk ka pasur me aparatin për identifikim, nuk ka pasur asnjë parregullsi, gjithçka ka qenë në rregull. Qytetarët që kanë qenë të regjistruar në listën zgjedhore, gjithashtu kanë qenë edhe në aparatin e identifikimit, dhe deri më tani nuk kemi regjistruar asnjë parregullsi, gjithçka shkon në rregull.